ashtu? Jo, ta më puna aty me. Po, unë gjithmonë edhe, për shembull, dasmorëve, ja u tregoj një metodë, i thëmë dosma, unë e krahasoj me iftarin. Do më thonë, momentin ti që shkon me hongër dikon iftar, ata mas parti kanë me t'i pru dohur me një supë, do më thonë salat, diçka të leta në fillim, deri sa të vjen është në fund, nështë ati ngihesh deri sa të vjen të mishi. Kështu që dosma du të me fillu njëherë me do kanë të leta, nuk mundut mja fillu dosma me njëherë me dashnia jeme e gjollë. Ka dhe dosma një farenje, do tradita e kështu. Po në menoj që gjithë se cili këngëtar punon mu identifiku si muzicient. Edhe tash për shembull, une e kom kriju një stil temin, kënoj për shembull prej baladav, tallava, këngë të vjetra, edhe momentin që mu më thirë një qift, se une nuk i thiri ata. Për shembull, as njoni për neve na nuk i thirim dasmort. Ata, kur të na thirin neve, na rezervojnë për stilin që na e kem. Tash edhe na është pak zër, bim një pozit keqe për shembull se unë prej Deçanit, me shku në Gilan atje, ai mu më ka rezervu për stilin që e kom. Po unë s'kom qare edhe pse kom stilin tem, unë nuk kom qare po e përshtat të stilit tina.